Në qytetin e Kosturit u zhvilluan takime biznesi mes përfaqësuesve të bizneseve të Korçës dhe të Kosturit me qëllim forcimin e bashkëpunimit ekonomik dypalç dhe zgjerimin e partneriteteve tregtare. Nisma u organizua nga Dhoma e Tregtisë së qytetit grek në bashkëpunim me Bashkinë e Korçës si pjesë e projekteve për të nxitur ndërveprim ekonomik dhe për të mbështetur kompanitë që kërkojnë të hyjnë në tregje të reja. Sipas organizatorëve, interesimi ka qenë i lartë, ndërsa produktet greke dhe shqiptare kanë tërhequr vëmendjen e blerësve dhe distributorëve, duke hapur rrugë të reja për eksport dhe zhvillim të përbashkët ekonomik. Sot u finalizuar një nga bashkëpunimet e Bashkisë Korç me Dhomat e Tregtisë të Kosturit. Këto bashkëpunime kishin në fokus bizneset të Korçës dhe të Kosturit, që operojnë në fusha të ndryshme. Ishte një eksperiencë pozitive, pasi shumica e bizneseve arritën të krijonin kontaktet e para të themi. Shpresojmë që këto bashkëpunime të vazhdojnë edhe në të ardhmen, jo vetëm me qytetin e Kosturit, por edhe në Gjë. Takimet u vlerësuan se një mundësi konkrete për forcimin e lidhjeve tregtare mes dy rajoneve, duke krijuar ura bashkëpunimi mes dy sipërmarrësve të Korçës dhe Kosturit.